Përcillet nga Enes ibn Maliku se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Muadhit, që ishte i hipur bashkë me të në kafsh: "O Muadh ibn Jebel." Muadhi u përgjigj: "Urdhëroi i dërguari i Allahut, urdhëro." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua prap: "O Muadh." Muadhi ja ktheu përsëri: "Urdhëroi i dërguari i Allahut, urdhëro." Kjo përsëri 3 herë. Më pas, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ai që verifikon me zemër dhe dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, Allahu ja ndalon hyrjen në xhehenem." Përcillet nga Enes ibn Maliku se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar: "Ai që i ka këto 3 cilësi, e shijon siç duhet besimin, ta doj Allahun dhe pejgamberin e tij më shumë se çdo gjë tjetër, ta doj tjetrin vetëm për hir të Allahut, të largohet prej kthimit në mosbesim, pasi Allahu i ka shpëtuar, siç largohet nga rënja në zjarr." Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hamdi dhe falënderimet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet më të përzemërta janë mbi Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij të drejtë dhe mbi gjithë besimtarët të cilët e ndjekën dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Tema me të cilën neve do të flasim është besimtari i mirë. Padyshim që njeriu për nga natyra e tij është gjithmonë në kërkim dhe në hulumtim për me e gjetë atë e cila është më e mirë dhe ajo e cila e thret në brendësinë në shpirtin e tij. E në këtë rast, neve kur flasim për mirësinë dhe për besimtarin e mirë, është mirë ta kujtojmë edhe fjalën e Muhamedit alayhi salam, ku thot: "Inna Allaha jamilun wa yuhibbul jamal." Në të vërtetë, Allahu është i mirë dhe e don të mirën. Për këtë arsye, edhe neve sikur besimtar, duke i marrë këto mësime të profetit alayhi salam, gjithmonë duhet të jemi në kërkim të më të mirës dhe në kërkim të asaj e cila është e dobishme për neve dhe për gjithë njerëzinë. Po ashtu e shohim që gjatë kohës njeriu ka hulumtime dhe kërkesa të ndryshme. Për këtë arsye, pa marrë parasysh edhe trazirave të cilat neve i jetojnë gjatë historisë, gjithmonë u kon ajo për me kërku më të mirën. Një nga komentet u kon ajo: njeriu i mirë është ai i cili është në prodhimtari, vazhdimisht është prodhon dhe bën diçka. Kurse dikush të tjerë e kanë komentuar sikur njeri të mirë ai i cili i bart disa vlera që janë njerëzore dhe të rëndësishme. Mirëpo pika e përbashkët e këtyre 2 grupeve dhe ajo e cila mund të quajmë ideale është arritura të qenurit njeri i mirë. Përcillet nga Ebu Hurajra se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ai që thot 100 herë në ditë, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, ai nuk ka shok, pushteti është i tij dhe lavdërimi bëhet vetëm atij. Ai ka fuqi për çdo sevap, si të ketë liruar 10 skllëvër, i shkruajnë 100 të mira dhe i fshihen 100 mëkate." Këto fjalë bën mbrojtje deri në mbrëmje. Askush përveç atij që e thot më shumë këtë nuk mund të bëj diçka më të vlefshme. Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Baqara në drejtohet neve besimtarve duke thënë: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi, walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin."
në kuptim është kështu. Nuk është tërë e mira t'i kthejnë fytyrat ka lindja ose perëndimi, por mirësi e vërtet është ajo e atij që i beson Allahut, ditës së gjykimit, melekëve, librit dhe pejgamberëve. Ne nga ky ajet kuranor i morna mësimet dhe këshillat shumë të rëndësishme. 3 cilësi duhet të ketë besimtari i mirë. E para është ajo e cila e cekum në fillim, ku duhet me e pas imanin e tij të vendosur dhe të palëkundur, nga se çdo vepër që bëhet ka kuptim në momentin kur neve e kena imanin e drejtë dhe e kena imanin e pastërt. Më pas kësaj vjen infak, vjen ajo e cila sakrifikon me pasurinë e tij vetëm për hir të Allahut dhe me një nijet të mirë. Nga se çdo mirësi e cila ju ka dhënë besimtarit është një mirësi e cila kur e posedon ai vet duhet ta ketë shpirtin e shpërndarjes dhe të jetë i mirë dhe t'ju ndihmojë të tjerëve. Po ashtu në një ajet kuranor tjetër Allahu na drejtohet neve besimtarëve duke thënë len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nuk e keni arritur mirësinë derisa nuk e jepni atë të cilën është më e dashur dhe më e mirë për juve. Pika e parë që ne ta kena një iman të mirë dhe ai iman të jetë i palëkundshëm. E dyta ishte që ne të sakrifikojna me pasurinë të cilën është mirësi dhe begati e Allahut, kurse e treta prej këtyre është që të jemi të qëndrueshëm në ibadetet dhe në adhurimet të cilat i kemi për detyrë. Nga se njeriu kohë pas kohe e kap përtacia dhe e kapin disa pengesa të cilat nuk e lejojnë që ai të kryejë adhurimet që i ka për detyrë të përmbushë ato, mirë po nëse e kemi një iman të fortë dhe nëse e dim që këto janë kërkesa dhe urdhëresa nga ana e Allahut, padyshim që neve jemi në gjendje që të përmbushmi dhe të kryjmë të gjitha të adhurimet që i kemi përsipër. Njeriu ka një vend të veçantë tek Allahu xhaleshanu, ndryshe nga krijesat e tjera. Madje për shkak të disa aftësive të tij, ai qëndron edhe mbi engjëjt. Kjo përsim mbi engjëjt është për shkak të cilësisë që ka, që engjëjt nuk e kanë, të menduarit ose arsyetimi. Në librin e Zotit kjo është paraqitur me ajetin: Allahu ja mësoi Ademit të gjitha emrat. Nuk duhet harruar se Ademi sallallahu alaihi wasallam do përfaqëson të gjithë njerëzit. Allahu xhaleshanu tha melekëve: Unë do krijoj një halife me këmbës mbi tokë, ndërsa melekët ju përgjigjen: A do vendosësh atje dikë që do të bëj çrregullime, do të erdhë gjak, ndërkohë që ne të madhrojmë, të lavdërojmë dhe të lartësojmë ashtu si të takon. Në këtë pikë Allahu xhaleshanu urdhëron Ademin sallallahu alaihi wasallam që do thotë engjëjve emrat që kishte mësuar. Në një sure tjetër të Kuranit gjejmë edhe këtë rrëfim: Kur Zoti yt u tha engjëjve: Unë do krijoj një njeri prej balte, kur t'jap trajt dhe t'i fryj prej shpirtit tim, por luleni në sejdë, të gjithë engjëjt u përulën së bashku në sejdë. Vlera e njeriut është krijimi i tij si administrues dhe sovrani vetëm në shfrytëzimin e begative të Allahut dhe në zbatimin e ligjeve të tij, por njëkohësisht edhe si subjekt, të cilët janë dhënë të gjitha mundësitë për të zhvilluar një jetë të rehatshme me përmasa botërore. Në një ajet tjetër Zoti thotë: Në të vërtetë, ne kemi ndëruar bijtë e Ademit, u kemi bërë të mundur që të udhthojnë në tokë dhe në det, u kemi dhënë ushqime të mira e të lejuara dhe kemi ngritur lart mbi shumë prej atyre që kemi krijuar. Njeriu është shumë i vlefshëm në praninë hyjnore, sa çdo gjë që është në qiell dhe në tokë. Hëna, nata dhe dita janë dhënë në shërbim. Përpasoj, njeriu është një krijesë qëllimore, kurse krijesat e tjera janë mjete për njerëzit, të krijuara për hir të njeriut. Por vendi i posaçëm i njeriut ndërmjet krijesave nuk do të thotë se ai mund të sillet me to si do dojë. Tani do të përmendim disa veti të besimtarit që janë shumë të ndërlidhura me të qenurit besimtar i mirë. Njëra prej atyre është nijeti i pastërt. Besimtari gjithmonë duhet ta ketë nijetin e mirë
dhe veprat të cilët i bën duhet që të bëje me niyet të mirë. Omeri radiallahu anhu në një hadith thot kështu: Innamal a'malu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Në të vërtet, veprat vlerësohen sipas niyetit, dhe njeriut i takon ajo e cila e ka bërë niyet. Po ashtu niyeti është shumë e ndërlidhur me zemrën e njeriut, nga se burimi i veprave të cilët neve i bëjna janë në zemrën tonë. Për atë arsye është më rëndësi edhe niyeti që të jetë i mirë, nga se burimi i niyetit është nga zemra e besimtarit. Po ashtu, për me kuptuar këtë më mirë, është ndihmes për neve edhe një transmetim apo edhe një hadith i profetit, ku sallallahu alaihi wasallam thot: Allahu nuk e këshir fizionomin apo pamjen të cilën juve e keni, dhe nuk e këshir pasurinë, mirë po i këshir zemrat dhe veprat e juve. E në këtë rast, ajo e cila është apo përmendet sikur zemër, është për qëllim niyeti i mirë që duhet ta posedon dhe ta ketë besimtari. Vetia tjetër të cilët neve e kena për këtë rrugtimin e bamirësve të mirë është vetëdije të lartë dhe përgjegjësi. Besimtari duhet të jetë ai i cili gjithmonë e ka vetdijen që është nën vëzhgimin dhe nën kujdesin e Allahut, dhe çdo veprim të cilën e bën duhet ta dinë që Allahu është në mbikëqyrjen dhe në kujdesin e tij. Për këtë arsye, në asnjë moment nuk duhet që atë ta kape përtacia dhe t'i largohet detyrave dhe obligimeve të cilat i ka, nga se është një njeri apo i e krijesë e cila Allahu të ka urdhëruar dhe ti duhesh të jesh praktikues ndaj atyre të mirave. Po ashtu duhet të jetë një përpjekje maksimale që ndoshta edhe mangësinë e dikujt tjetër që nuk e ka përmbush dhe nuk e ka përkry, ti sikur besimtar me marr atë përgjegjësinë përsipër dhe të mundohesh që ti përmbushish ato bëshllëqe apo ato zbrastira të cilat janë në shoqëri dhe janë në vende të ndryshme të pranishme. Po ashtu, njeriu duhet ta ketë parasysh se duhet të jetë i ndershëm para Allahut. A njeri i cili ka përgjegjësi duhet të jetë në këtë vetdije, të jetë i ndershëm para Allahut, të jetë i mirë me njerëzit tjerë dhe pas çdo gabimi eventual që mundet ta ketë, ta përmirësoje dhe ta kompenzoje me një të mirë të tjetër që Allahu t'ja fale atë gabimin për të cilin ai e ka bërë. Njeriu të fisnikruar dhe të nderuar nga prania hyjnore janë ndaluar qëndrimet dhe sjelljet që nuk përputhen me nderin dhe dinjitetin e tij. Në këtë kontekst, njeriu janë ndaluar të gjitha veprat që e bëjnë t'i nënshtrohet dhe t'i robërohet dikujt tjetër veç Allahut. Dinjiteti i njeriu është i paprekshëm në mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith, ai sallallahu alaihi wasallam ka theksuar dinjitetin njerëzor duke na thënë: dinjiteti vetjak i njeriut, pasuria dhe gjaku i muslimanit janë të respektuara dhe nuk mund të preken, ndërsa takvaja, vetëdia për përgjegjësinë ndaj Allahut është shkëtuar në zemër. Për muslimanin, mjafton si vepër e keqe të nënçmojë vëllain e tij musliman. Shpirti i njeriut nuk është i krijuar prej gjërave të kota, por prandaj ne urdhëruam bijtë e Izraelit se kush vret një njeri që s'ka vrarë ose që nuk ka bërë çrregullime në tokë, është një lloj si të ketë vrarë të gjithë njerëzit. Dhe nëse dikush shpëton një jetë, është një lloj si të ketë shpëtuar jetën e mbar njerëzve. Të dërguarit tanë u sollën shenja të qarta, por shumë nga ata, edhe pas kësaj, i kaluan të gjithë kufit me të këqija. Kuptimi gnostik që i ka dhënë Kurani njeriut përmes personaliteteve të përsosura të pejgamberëve është qasja me ideale për të, në veçanti në këtë kohë, ku shkelen haptasje të drejtat e njeriut dhe ku njeriu është ndruar në skllav të pashpresë të kapitalit. Po ashtu, nga vetia tjetër të cilët duhet me përmbush
besimtari i cili është në rrugtimin e të mirëve, është që të jetë pasues i sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se i dërguari i Allahut në një hadith neve na thot kështu: "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ai i cili e përbus apo ai i cili nuk e pranon sunnetin tem, ai nuk është pjesë e xhamatit të cilët jam unë. Për këtë arsye, neve dohet që sunetet e të dërguarit të Allahut të marrna si të vërteta të cilat të praktikojna dhe të jetojna në jetën tonë. Për këtë arsye, edhe fjala të cilët e ka thonë i dërguari i Allahut, edhe veprimi i tij të cilën e ka bo, mirë po edhe heshtja në momentin që dikush tjetër e ka bo atë veprim, të gjitha këto janë të përfshira dhe janë pjesë e sunetit të dërguarit të Allahut dhe ne duhet të pranojna këto sikur sunet dhe të pranojna që të jenë të pranishme në jetën tonë. Si çdo pejgamber tjetër, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me dy detyra shumë të rëndësishme. Njëra prej tyre është teblik dhe tjera është bejan. Kjo pjesa e parë përcjellje e vahjit të cilën e ka marrë prej Allahut nëpërmjet Xhibrilit deri tek njerëzit. Kurse e dyta është ajo e cila e ka shpjegu në forma të ndryshme dhe e ka përjetu me qenjen e tij njerëzore të cilën e ka pas. Janë shumë të ndëlidhura besimi ndaj Zotit dhe nënshtrimi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një besimtar i mirë, nëse ka besim në Allah, ai ka edhe nënshtrim ndaj porosive të profetit sallallahu alaihi wasallam, nga sa Allahu në një ajet kuranor thot: "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Me atë të cilën ju ka urdhëruar i dërguari i Allahut, merreni atë, nga se me atë të cilën ju ka ndaluar, ju privojuni dhe largohuni nga ata. Po ashtu, një nga veti tjetër të cilët duhet me e përmbush besimtari i cili është në rrugtimin e të mirëve, është që të jetë larg besimeve të kota dhe të jetë larg horafeve. Pra, besimi i tij të jetë një besim i cili nuk është i lëkundër, po është i mbështetur në ajetet kuranore dhe në hadithet. Nga se profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa raddun." Çdo vepër e cila bëhet që nuk ka temel apo nuk ka esencë në fenë tonë, ajo është e refuzuar dhe nuk është e pranuar ajo vepër. Për këtë arsye, neve duhet të largohemi trillimeve, duhet të largohemi prallave, e më pas këto mos të jenë shkak që ne të kemi mërzi, ne të kemi probleme të ndryshme që nuk kena me mujt më pas me ju dalë dhe me i kalu lehtë ato probleme. Dhe porosia me mirë që ne mundemi me marë, që mi ju largu këtimve mashtrimeve apo horafeve, po ashtu është fjala e të dërguarit ku thot: "Une pas meje i kum lënë dy gjëra, derisa juve i përmbaheni atyre, nuk do të jeni në humbje." E para prej timve është libri, pra Kurani, dhe tjetra është suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Në Kur'an mund të hasen shumë shpesh konstatime të cilat flasin për dobësitë e njeriut, por Kur'ani ka folur gjithnjë dhe për evitimin e këtyre anomalive etike me një qasje të vetëdijshme dhe me përpjekje maksimale. Për shembull, në ajetin e mëposhtëm, Zoti ka shënjuar një dobësi potencialit e çdo njeriu. Vërtet që njeriu është krijuar i paqëndrueshëm, kur e godet e keqja, likshtohet fort,
por kur e bia e mira bëhet kopras, më pas ka përjashtuar ata që nuk bëjnë pjesë në këtë kategori. Përjashtim bëjnë ata që falen e që janë të vazhdueshëm në faljen e tyre dhe që saktojnë një pjesë të pasurisë për lypësin dhe për nevojtarin. Gjithashtu në një ajet tjetër, pasi ka dhënë reagimet negative të njerëzve përballë vështirësive jetësore, Zoti na bën me dije se ata që bëjnë përjashtim janë të qëndrueshmi dhe durimtarët. Kur ne japim njeriu të shijojë mëshirën tonë e pastaj e heqim atë, ai bëhet shpresë humbur e mohues. E kur pas fatkeqësisë që e ka goditur, ne japim dhunti, ai me siguri do thotë, gjunat e mia janë larguar nga unë dhe gëzohet e bëhet mendje madh. Ligji i Allahut i përcaktuar për njeriu është i qartë. Ky ligj është liria dhe detyrimi, domethënë liria dhe përgjegjësia. Liria është themeli të qenurit krijesë me përgjegjësi, përveç dhuntisë për të dalluar të mirën nga e keqja, të bukurën nga e shëmtuara. Njeriu t'i është dhënë aftësia e zgjedhjes së njërës prej tyre dhe është lënë i lirë në përcaktimin e mendimit, besimit dhe sjelljeve të veta. Si rrjedhoj, njeriu mund të bëhet besimtar ose jo besimtar, falendërues ose mos mirënjohës. Pasi e thekson se njeriu e ka krijuar nga një pikë fare përzier, Zoti thotë, në të vërtetë, ne e krijuam njeriu nga një pikë fare përzier për ta sprovuar dhe e bëm që të dëgjojë të shoh. Natyrisht ne i treguam atij rrugën e drejtë që ai të jetë mirënjohës ose mos mirënjohës. Nëpërmjet pejgamberëve, Zoti u komunikon njerëzve të vërtetën. Nëse pas komunikimit të zgjidhet rruga e drejtë, atëherë kjo është në favorin e tij. Ndërsa, nëse zgjidhet rruga e gabuar, atëherë kjo është në disfavorin e njeriut. Për këtë shkak, përgjegjësia individuale juridike është masa kryesore për llogarinë e tij në ditën e gjykimit. Njeriu është përgjegjës për atë që ka bërë dhe do përballet vetë me pasojat e veprave të tij. Pra njeriu e bëjnë të vlefshëm apo të pavlefshëm veprat e tij. Sipas Islamit, njeriu nuk duhet të vlerësohet nga aspekti i pasurisë, bukurisë, familjes, pra sipas kritereve materiale. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar sa njerëz të leckosur ka që janë dëbuar nga shumë dyer shtëpi, por nëse një prej tyre betohet në Allahun, betimi i tij del i drejtë. Pra na ka këshilluar që njeriu nuk duhet të vlerësohet me kute kalimtare dhe lëndore. Në thelb, njeriu është një krijesë me vlerë. Besimtari i mirë, i cili duhet me plotësu edhe një virtyt apo edhe një kërkesë tjetër, është që ta merr seriozisht fenë e Zotit dhe ta merr seriozisht fenë islame. Nga se profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat." Në të vërtetë, halalet janë të qarta, mirë po edhe ndalesat janë të qarta. E mes këtyre ka vepra të cilat ka mëdyshe në këto. Për atë arsye, largojuni mëdysheve që mos të bini në gabim. Ajo e cila është halal dhe është e ditur për neve, padyshim që janë nevojat të cilat neve i kena gjatë ditës, të folurit, të hajna diçka, të pim diçka, të hecmi. Këto janë gjëra të cilat krejt njerëzit janë të mendimit që nuk ka në të keqen në këto. Për atë arsye janë gjëra të cilat janë të lejuara. Nga ato të cilat janë të ndaluara janë amoraliteti, janë përgojimi ndaj njerëzve, shpifja që mundemi me bën ndaj dikujt, dhe krejt këto janë punë të cila janë të ndaluara fetarisht dhe është haram. Mirë po, mes këtyre them që ka gjëra dhe janë disa punë të cila janë mëdyshe. E këta mëdyshet më mirë është që të largohemi dhe mos të jemi pjesë e tyre. Për me përmbledh dhe me përmbush këtë virtyt të pestin, është një thënie shumë e mirë e cila na tregon qëndrimin sikur besimtar se si duhet të jemi ndaj gjërave. Fi'lul ma'murat. Ta praktikojna atë të cilën është e kërkuar dhe e urdhëruar për neve. Tarkul mahzurat. Të largohemi atyre të cilat janë të ndaluara dhe tawakkuf ala shubuhat, të rrim të qëndrojmë në ato punë të cilët janë me mëdyshe
nga se ato më dyshet janë vepra të cilat neve mund të na marrin dhe të na drejtojnë nga udha e keqe. E kjo është diçka që nuk duhet besimtari të merë dhe të jetë pjesë atyre gabimeve. Për atë arsye, nëse ne i përmbushemi çdo të cilët i radhitëm, mirë po, padyshim që ka edhe shumë pika tjera të cilat duhet theksuar, mirë po, këto janë disa që janë shumë elementare dhe shumë të rëndësishme në jetën tonë. Pra, ta kena një jetin e pastërt dhe veprat të cilat i bëjna me një nijet të mirë, nga se burimi i nijeteve thamë që është zemra e njeriut, e po ashtu përësia e fundit që i dërguari Allahu në tha neve kur e pyetën për takvallëkun, për devotshmërinë dhe për sinqeritetin, i u përgjigj duke thënë që sinqeriteti është kështu dhe me shenjë e pat gjoksin dhe zemrën. Për atë arsye, nga se burimi i çdo vepre është në zemrat tona, atëherë neve t'i pastrojna niyetet dhe t'i pastrojna zemrat tona që të jemi ata besimtar të cilët janë në rrugën e të mirëve.